Kandidati i Vlenit për kryetar të komunës së Tetovës, Bilal Kasami, fushatën për raundin e dytë e nisi me të rinjt në sheshin e qytetit. U zotua se do të vazhdojmë me projektet për zhvillimin e Tetovës. Një kampanjë që ne vlerësojmë që do të jetë për të konfirmuar fitoren bindëse të raundit të parë. Tani më ne besojmë që edhe ata pak qytetarë të cilët nuk arritëm të bindim se opsioni jonë është më i mirë, unë besoj që tani do të jetë më lehtë sepse shumica dërmuese tetovarëve veç më vendosën në raundin e parë që ne të vazhdojmë edhe 4 vite për të shërbyer në Tetovë, për të vazhduar realizimin e projekteve në të mirë të Tetovës. Nga ana tjetër, Alianca për shqiptarët e Arben Taravarit, pjesë e AKI-s, mbron mblodhi në Tetovë kryesinë qendrore, bashkë me kryetarët e degëve për të analizuar rezultatin e zgjedhjeve. Dyshojnë se në 2 komunat ku fitonin bindshëm kandidatët e Aliancës për shqiptarët ka pasur bojkot organizuar. Realisht aty kemi dyshime se ka pas një organizim ndërmjet partive të pushtetit, por edhe në qoftë se merrni numrin e votave, listat nuk janë të pastruara, në krahas me lista që ishin paraprake, kemi një pjesë të madhe të popullatës e cila është në mërgat, kështu që në Gostivar, nëse nuk gaboj diku për 21 vota, nuk u arrit cenzusi, por përsëri do të ndalem te dallimi. Dallimi është shumë i madh ndërmjet kandidatit të Aleancës Kombëtare për Integrim edhe kandidatëve të tjerë, qoftë ai pavarur, qoftë edhe i Vlenit. Kështu që kjo është një tregues i qartë se koalicioni funksionon, edhe unë jam shumë i bindshëm që tani më veç mund të detektojmë disa nga problematikat të cilat neve na pamundsuan që të arrijmë atë targetin për rezultati 2-1, siç e kishim nga anketat. Në 4 komuna në Maqedoni nuk është arritur censusi prej 33.33%, ku dhe do të ketë zgjedhje të reja. Sipas ligjit, të njëjtat duhet të mbahen brenda afatit prej 60 ditësh nga dita e shpalljes së rezultateve përfundimtare.